s'është patriotike kjo çështje, nuk është thjesht një ngjarje politike thjesht. Po, ta mbaroj këtë, zero tolerancë ndaj ignorancës. Dhe mos u bëni vegël Edi Ramës, i cili kur ishte në moment të dur të kishte reaguar. Dhe mos lejoni veten tuaj të bëni vegël. Kaq. Po doni të zgjidhin problemin, një takim, një trues kombëtar të marrin gjithë kryetarët e partive parlamentare, të marrin të gjithë pjesë në një trues, vetëm për të mbrojtur Kosovën. Kaq. Çdo ceremoni, çdo gjë tjetër është zero. Avokat, çfarë fshihet pas refuzimit të miratimit të rezolutës për të dënuar gjenocidin serb në Kosovë nga ana e mazhorancës ditën e djeshme në parlament, teksa ditën e sotme mediat në Beograd e kanë vlerësuar një gjë të tillë? Çfarë fshihet? Fshihet do të thënë diçka të vërtet që nuk fshihet, por është transparente. Tramon transparente. Po, aty duken të gjitha zë. Miratimin, po, në rast se do të kishim miratimit, në të njëjtën kohë shkëputët çdo marrëveshje politike që ka bërë në të shkuarën e tij zoti Rama me Vučićin. Minin ballkanik që ishte ai budalliku ai mashtrim publik. Open Balkan që ishte ai mashtrim. Po, mashtrime, to ishin mashtrime. Të gjitha këto ishin mashtrime dhe populli ra viktime kësaj gjëje. Dhe në rast se do të kishim miratimin e kësaj rezolute, automatikisht marrëveshja politike midis Vučićit dhe Ramës që ka bërë shumë vite me radhë dhe ju e keni parë si një nga rastet më të mira që ne po bëjmë ur komunikim me Serbinë. Na u lodhëm ne të bëjmë ur komunikim me Serbinë. Nuk na intereson Serbia, Serbia ka një agent politike me Rusinë dhe ne si shtet me Republikë dhe ne si shtet antari NATO-s nuk kemi pse të bëjmë asnjë marrëveshje me Serbinë, sepse ne kemi destinacionin Europën dhe aleatin ton strategjik që është NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj ne jemi pjesë të NATO-s për shkak se Amerika ka kërkuar që të mbrojë Kosovën nëpërmjet Shqipërisë dhe ne pse të bëjmë ur komunikimin me vrasësit, me ata të cilët kanë abuzuar dhe me ata të cilët duan të vrasin të gjithë njerëzit që kanë të bëjnë me atë që ne themi me një vrasje të cilët mund të quhet në aspektin sot teorik, por në aspektin praktik ata e kanë të gatshëm. Çfarë? Ata janë në çdo moment në gatishmëri për të marrë Kosovën. Dhe ne çfarë duhet të bëjmë? Ne duhet të votojmë ndaj çdo akti barbar që kanë bërë ata, duhet të votojmë në parlamentin shqiptar, po edhe në Kosovë kundër Serbisë, sepse ajo që ndodh në Shqipëri është e patolerueshme. Ai quhet gjenocid. Nuk ka asnjë fjali tjetër përveç fjalisë në gjuhën shqipe, gjenocid që ka ndodhur kundër kosovarëve tanë, në kundër shqiptarëve tanë, nga një armik i pa negociueshme për të ndërtuar ur komunikimin. Nuk ndërtohet ur komunikimi nga një person i cili ende beson dhe ka në propagandën e tij të politikës së brendshme që Kosova i takon Serbisë. Ndërkohë që Kosova është shtet i pavarur, është shtet i cili ka parlament, ka institucione kushtetuese dhe duhet të ketë vazhdimisht pas një ndërhyrje politike dhe partijake mbrojtje në Shqipërisë në çdo moment. Prandaj unë them që të jem realist tek ju, edhe ashtu siç e them të vërtetën, ajo tregoi qartazi që zoti Rama nuk ja mban të thotë Vučićit që ti je kriminal. Nuk ja mban. Edhe çfarë do të thotë kjo gjë? Për shkak se nuk ja mban, do përdori njerëzit me datën 17. Më vjen keq që ju përdor, po gjithsesi s'ka problem, edhe ai ju përdor, hajde ju përdor, por të paktën mos bijeni viktim të përdorimit të jashtë masës, sepse nesër mund të keni edhe një përqafim të Vučićit dhe Ramës. Atëherë si do ta justifikoni marshimin në Tiranë? Uroj që marshimi të jetë i mbarë dhe i mirë edhe për ju, por Partia Socialiste tregoi që nuk është e gatshme të shkëpusi urën e komunikimit me kriminalin serb Vučićin. Avokat, si mendoni çfarë rezultati do të prodhoj protesta e 17 tetorit në sheshin Skënderbej sa i përket vetë simbolikës së UÇK-s, por edhe Hashim Thaçit dhe të tjerëve që gjenden në gjykatën e Hagës?
Për mendimin tim është thjesht një prezencë dhe një mesazh për të ndërgjegjësuar qytetarët shqiptar kudo që ata ndodhen, për të ngjallur patriotizmin edhe për disa instanca nacionalizmin, sepse të jemi të vërtetë patriotizmi është më i theksuar tek vëllezërit tanë kosovar se sa tek shumica dërmuese e shqiptarëve të cilët jetojnë jashtë vendit dhe kanë vetëm për një, do thoja, mbështetje thjesht figurative, por aty kur është momenti për të luftuar për një atë të lirë dhe gjithmonë në mbrojtje dhe jo të bëhemi vegël, edhe këtu duhet kujdes për ata që mund ta dëgjojnë, të bëhemi vegël të Partisë Socialiste që është në pushtet, duke interpretuar patriotizmin dhe nacionalizmin sipas interesit të kryetarit të Partisë Socialiste dhe aktualisht kryeministrit të Shqipërisë zoti Edi Rama, sepse këtu qëndron gjithë ajo që dikush mund të na paragjykojë në rastin e hyrjes së kësaj përgjigje. Pra do të thotë që mos u bëni vegël e një nacionalizmi figurativisht, që do të thotë duhet kuptojmë edhe diçka tjetër. E mbani mend rastin ju që zoti Rama shkoi në Greqi dhe bëri patriotin dhe nacionalistin e madh. Fituan diçka emigrantët shqiptar në Greqi? Asgjë fituan. E njëjta procedurë është e letrave, lejes ndrimit, çfarë fituan? Një brim në ujë votuan, fituan dhe votuan Partinë Socialiste. Një pjesë të tyre, çfarë fituan, na thot dikush çfarë fituan, ti them edhe unë çfarë morën. Rasti Italisë, çfarë fituan? Një kamp këtu bosh tani, sepse gjykata e drejtësisë europiane i tha Melonit, raciste, bye, meru me anën militante, meru me partinë, me programin e partisë tënde, sepse zonja Meloni është raciste. Mos ta mendoni ju se zonja Meloni ka qenë një person që donte shqiptarët, Partia e saj ka pasur një agjendë nacionaliste kundër shqiptarëve në Itali. Kush do të më thotë dikush të kundërm, dalet të ma thotë dhe t'ja them. Se ka raciste ka qenë. E them raciste. Raciste është pra që të më kuptojnë, jo diskriminues, se dikush mund mos ta kuptoj, por dhe raciste, që do të zhdukën shqiptarët nga Italia. Dhe të gjitha këto gjërat zoti Rami i përdori politikisht dhe në ngjyrë partijake për Partinë Socialiste, që thotë jam i vetmi që dal për mbrojtjen tuaj. Mashtrim publik. Edhe nesër çfarë është? Është një mashtrim publik i dashur. Po të mora vetëm këto dy ngjarje të Italisë dhe të Greqisë. Çfarë fituan? Një brim në ujë fituan. Duke i përdorur, duke u tallur me shqiptarët kudo që janë. Edhe nesër do tallet me UÇK-n. Pse nuk është tallur? Po është tallur më zotëri. Kur ti më ulesh me kriminelin Vučić, është tallje. Nuk ka nevojë për të bërë as nacionalistin as të bësh patriotin. Kur ti ndërton komunikimin me një kriminal, çfarë do bësh marshimin nesër? Çfarë do thosh kriminalit? Më fal se këta i kisha atje, po tani do takoj me ty se kam edhe disa punë të tjera. Nuk e kuptoj unë këtë. Jo të ma shpjegojnë ata në komente, se i dua shumë, çfarë do të thotë kjo gjë. Prandaj, ne nuk duhet të bëhemi vegën e Edi Ramës për përfitimet individuale të tij politike partijake që në një moment ju përdori ju dhe t'ju marri votën tuaj. Pse? Pse duhet të marri votën e qytetarëve? Duke përdorur nesër sheshin, që do i bëj për shesh prapë, kupton? Do ta përdori këtë në çdo palë zgjedhje në Shqipëri. Që ai që është jashtë Shqipërisë, që ndjen vetëm më shumë patriot, e kupton? Ta bëjë dhe thotë që Edi Rama, po çfarë thua ai patriot, ai kështu. Pra, kthej me Kosovën dhe dashuri me Serbinë, se nuk i di se diçka nuk më shkon mirë këtu, mua nuk më përputhen gjërat. Është lëvizje dyfish pra. Është gjenocid. Tradhtarët që nuk votuan dje rezolutën janë tradhtarë dhe nuk i përfaqëson sheshi me datën 17 a është i mbushur apo jo. Dhe Partia Socialiste dhe antarët e Këshillit të Ministrave dhe deputetët aktual, po edhe ata të cilët janë ftuar disa herë të votojnë rezolut, mbushni sa të doni sheshet, po kur nuk votuat
rezolutën kundër Serbisë, jeni aleat dhe dashnor me Vučićin dhe Serbin. Ky është fakt konkret. Dhe mos kërkoni asnjë shpjegim, a sheshi nesër i mbushur apo jo. Edhe sikur të jetë i mbushur. Urdhë? Sot, sheshi sot. Në orën 5. Edhe sot më edhe nesër të jetë edhe pas nesër, nuk ka rëndësi kjo gjë. E rëndësishmja e kësaj gjëje është nesër pas nesër në të ardhmen, sepse derisa ata janë në burg, sheshi nuk mund të jetë vetëm me datën 17. Duhet të jetë 18, 19, 20, nesër pas nesër, çdo ditë derisa të lirohen ata. Nuk ka datë. Prandaj edhe ju mos bini në këtë grop. Nuk ka datë sheshi. E vërtet. Se kuptoj rastin tuaj, por e kuptoni pra, sot, nesër, po pse nuk ishte dje? Pse nuk u citua dje? Pse nuk u citua pa dje? Pse nuk u citua para një muaj? Pse? Se pikërisht agenda është kjo, që ne po luftojmë dhe bëjmë sikur po bëjmë punë sot, me datën 17, dhe nesër, secili në hallet e veta. E kuptoni? Pra, kjo është situata.